Absolutisht. Unë her pas here kam pas publikuar skena të ndryshme midis Big Brother Big Kosovës dhe këtij të Shqipërisë. Moto të njëjtat fjalë, moto të njëjtat lëra, moto dëgjoj. Po të marr shembullin e më ka bërë shumë përshtypje që në çdo prime i gjestit ka kaluar dhe këtu jo për të bërë fajtor gjestin dia, por tek normalizimi i dhunës që ka ndodhur gjatë gjithë këtij Big Brotheri. Ka qenë e rëndom, të vjen shumë keq. U normalizua kur godit Verselo dhe Ola. Shpulli ishte dhe ajo, vllazë. Më vjen shumë keq që ta pranoj, po nganjëherë realiteti dhe më shumë. Po nuk jam nga ata tipa që personin për të cilin unë bëj tifozlik, kur e ka gabim, them jo, se ka gabim, e ka shumë mirë. Nëse ti me të vërtetë do një lojtar, e do një person, duhet t'ia thuash dhe të mirën edhe të keqen. Të më normalizosh ti mua shpullat. E më thosh të hajpin me Neda se vezë ishin, si vezë ishin. Po hajtë se po marrë dhe unë një tull, po të gjuaj dhe unë, e po se mama mos e tull ishte. Ku ka lojnë? A të lojgjikë? Nuk ka lojgjikë. Është e njëjta gjë. 2 hëngë shpulla ke divani, 1 hëngë shpullën ke dera. Dhe nuk shoqërohet vetëm një person për të dhënë shpjegime. Shoqërohen të dy. Ke llafin për shoqërimin polici? Po patjetër, nuk do shoqërohet vetëm. Do shoqërohet dhe gjestit japi shpjegimet e tij. Patjetër, në një vepër penale, nëse do konsiderohet vepër penale, ka viktim, ka dhe të akuzuar. Po rasti kur shoqërohen të dy është një rast kur ishte rast shfaqja, të lutem. po pra që shfaqja nuk është në kamera, kupton? Pra, duke qenë se është në kamera, flagrante, jo. Merret në pyetje, të lutem shumë. Vjet u bë show i madh kur vajte të hyrë policia arrestoi një nga konkurrentët. Jo, shumë gabim. Shumë gabim. Po për deklaratat e thëna të djegëve me benzinë, apo ato ishin thjesht hajgare dhe ha. Po kjo, a është dhunë kjo? A është dhunë kjo, të thua shumë do të djegë ty me benzinë. Dhe jo më larkë se parë dje e ka rithën pra. Me sa është i dhja sa të benzinë. A është dhunë? Dhunë pra është edhe kjo. Dhunë. Eltona, u duk sikur duhet dënuar në çdo lloj forme që është. Absolutisht. Na u duk sikur produksioni ishte në presionin e gjestit her pas here ku ka pasur kërcënime, jo do dal, jo do bëj, jo do dal bashkë me Eglin. Si mund të bjerë një produksion kaq i madh në presionin e Besar Tekmendit? Është e frikshme. Dhe më është akoma kur lexoj komente çka po heq gjesti nga ata. Në ka lojtar të përkëdhelur që ka pasur një herë Big Brother, historia e të tërë Big Brotherve është gjesti. Gjesti ka bërë 1001 zeza dhe nuk ka marrë një herë një zarf të zi. Është pa logjik më burrë. Në qoftë se gjesti nuk frenoheshe, duhet, në qoftë se gjesti do ishte frenuar deri diku, absolutisht, nëse ajo është lojë nervësh, unë se vënda dyshim. Por ka penalitete. Më. Nuk mund të thuash ti do marrë zarf zi do ikësh në një shpellë. Fulja në shpellë është dhënia më shumë vëmendje. Për ata që nuk e kuptojnë lojën e saj e Big Brothers. Izolimi dhe veçimi nga banorët e tjerë është mënyra më e mirë për të marrë vëmendje. Dadi e mori prapë. Edhe aty, me atë vajtë në shpellë. S'mori të zarmë. Mori dhurat. Ai mori dhurat edhe. Kështu që përpara se të kalojmë te kjo dhuna që ishte dje, do të kaloja shumë mirë te kjo dhuna tjetër, që nuk është trajtuar kur aty dhe që është normalizuar kaq kollaj, ka qenë kaq normale, që edhe dje u përmend nga Ledioni, që më vjen keq që ne i themi këto gjëra dhe përgjigja që marrin nga gjesti është vetëm një buzëqeshje. Edhe është hajgar. Më kujton Lulzim Bashi që i shpëtoi gjyqit një herë një kohë për rrugën e Kombit me raporte mjekësore. Fix, tipik nga këto gjëra. Kështu që duhet bërë një kronologji dhune në 4 muaj. Dhuna në shtëpinë e Big Brother ka filluar që prajmi nga Josefin Margu, ka vazhduar nga shumica e gjithë banorëve, është vazhduar dhe nga gjesti në format e tij ku ka kaluar edhe limitet, themi të vërtetën, me vërtetë është lojë nervave, po edhe ajo lojë nervave kur kalohet limiti kalon në dhunë. Kështu që disa gjëra mos të faqohet vetëm një person, ka shumë të tjerë që kanë qenë pjesa asaj shtëpie, edhe sot nuk kanë më,
Po edhe ata që janë kanë përdorur dhunë. Gerta ka qenë nga dhunëpsat kryesore. Gerta i hodhi shampanjën gjeset në shimë. Ujnë në zetë vajtë dhunë psikologjike Rozanit, dhunë psikologjike Eglin, dhunë psikologjike Lidias. A është dënuar në njerë? Përveç një zarfi zi që ishte macchiato me shlak? Doli jashtë dhe thamë do ta rifusim prap Gertën? Ky ishte dënimi, no? Po çfarë ishte ky dënimi? Për thënë çfarë? Normalizim dhunën, kjo ishte. Dhe kur u çua tërë rjeti dhe thoshte fliste për zarfin e zi, që zarfi zi është vlerësuar 100%, çfarë prisnim nga tjetër që të ndodhte dje? Tufa me lule? Jo. Unë e prisja Rajdi ishte një reagim të dhunshëm. E prisja se kisha ditë që dëgjoja Jozi që thoshte mos guxo, më afrohesh tek dera. Mos sepse urdhra. Kjo ishte. Pas incidenti që ta kalojmë dhe pjesën e incidentit, pati, po themi, të votimin kush do shkonte në finale që vazhdonte akoma, por ndryshe nga po themi, shumë njerëz mendonin që do shkonte Gerta në finale, u dërgua Egli në finale. Dëgjoj, kam përshtypjen Egli është lënë si një lojë që të shtyj gjesti kohën edhe një javë tjetër. Është prapë një dhuratë që është bërë. Yes. Absolutisht. Pastaj për sa i përket pjesës tjetër, të rrim shtrëmbë të flasim drejt. Gerta Gixhari, mbase ne që kemi bërë tifo për një tjetër person nuk na ka pëlqyer. Po ne ka pasur një njeri që ka merituar finalen pas Rozana Radhi dhe gjestit është Gerta Gixhari. Tashni, sido që të punë. Për mua është prapë një nga ato gjërat e tjera shumë të shumtuara që kanë ndodhur. Dhe një herë tjetër, unë kam thënë shpesh unë s'kam asnjë gjë me njerëzit personalisht. Nuk i njoh shumicën. Disa që i njoh, okay, nuk i njoh. Unë kur nuk jam shprehur për individin, është mirë apo i keq. Sepse nuk më takon ta bëj. Unë gjykoj lojën. Loja e tyre është e mirë apo e keqe, e bukur apo e shëmtuar. Kjo po, se si del në lojë, del skuf, del arrogant, del tizar, del i lig, del dhepër, e të gjitha këto del, nuk e di, dhunus, e tëra. Kjo janë pjesë e lojës, jo e karakterit të njeriu. Nuk e se shpesh herë më vjet në gojë kjo pjesa e kësaj. Si e shan ti X-in, unë nuk shaj X-in, unë shaj lojën. Loja e X-in për mua është e tillë. Gerta Gixhari mund të ketë qenë një nga lojtarët më të egra, më të pista, nuk e përdorur gjëra goxha personale, pashë lojtarëve të tjerë, për më të vajhona mirë një vjet në Rozan, Laerti. Po ti mohosh Gerta Gixhari finale, nuk ka finale. Themi të vërtetë. Nuk ka finale. Gerta Gixhari, me të gjithë të mirat dhe të këqijat e saj, asaj lojë i ka dhënë të shpirtin. Lutem shumë, më vjen keq, nuk e pranoj që në finalit përpara Gerta Gixhari të shkojë Eglin Tako, e cila ishte një lojtare e cila çdoi rrugës, doli jashtë mendi, ju dha mundësia të marrë vetën, ju dha mundësia të shkonte çdo gjë të mundshme jashtë dhe ja rikthye prapë. Vjen keq, po. Kjo është skandaloz.